Sa do që është e dhimbshme, nuk mund në melon me kalu spari një falenderim të veçantë Top Channelit edhe Ledion Leliqos që e gjetën mundësien për me fol për Shpat Kasapin për kundrejt Big Brother Kosovës që nestrit në sheshin muzikën e tina. Po du me lexu edhe një homar që ja ka bo nusja tina pas fillimit e Big Brotherit. Kur Shpati mendon të hynte në Big Brother, me pyti do mundësh të përballosh mungesën time dhe të kujdesesh e vetme për Roelin derisa unë jem në Big. I thash pa menduar 2 herë, patjetër do të kem 24 orë në 7 ditë javës para syve si me shaka. Por nuk mendoja kur që jeta do më sfidon të kështu që të gjitha ato plane, strategji, përgatitje ëndra do të përfundonin në mungesën tënde të përjetshme. Unë prita deri në këto momente, prita që të hysh në Big, sikur gjithçka ishte vetëm një vonesë e gjatë. Zama po me plas nga mungesa jote, sepse kërkoj kudo dhe nuk të gjej askund. Roeli rritet pa dorën tënde dhe unë mësoj çdo ditë të jetoj me një dhimbje që nuk mësohet kurrë të shuhet. Më mungon Shpat, më mungon më shumë se sa fjalët mund të mbajnë. S'po foli më shumë.